Skënderbeu ka siguruar me merit kualifikimin në turin tjetër të Kupës të Shqipërisë pas një ndeshjeje plot emocione dhe gola ndaj Ilirisë në Korçë. Përballja u zhvillua në rreshje të dendura shiu që e rënduan terrenin dhe e vështirësuan lojën, por nuk arritën të shuajnë ritmin dhe dëshirën e dy skuadrave për të dhënë spektakël. Miqtë goditën të parët me Mavangën që zhbllokoi rezultatin në minutën e 14. Skënderbeu u rikthye në lojë përpara pushimit fal golit të Abiduanit në minutën e 40. Pjesa e dytë nisi në mënyrën më të mirë për korçarët. Çuçka kompletoi përmbysjen duke shënuar që në minutat e para. Iliria reagoi dhe barazoi në të 75-ën me golin e Veriut, duke rikthyer tensionin në ndeshje. Në momentet kur gjithçka duket se po shkonte drejt shtesës, sërish Çuçka mori përgjegjësinë dhe shënoi golin vendimtar në limitet e kohës së rregullt. Menjëherë pas tij Skënderbeu finalizoi fitoren me një gol të katërt, duke mbyllur takimin 4-2 dhe siguruar një kualifikim të merituar. Një ndeshje plot karakter, gola dhe emocione nga të dyja skuadrat. Ndeshja e radhës për Skënderbeu në kampionat është kundër Burrelit në transfer të dielën në orën 13:30.